Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e temave dhe haditheve të radhës që ka sjell autori tek mbrojtja e muslimanit. Tema e radhës thot du'a'u qada'i d-dayn, lutja apo lutjet që i thot muslimani në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala t'i shlyejë borxhet. Këtu vëllezër këtë temë autori ka sjell dy hadithe. Hadithi i parë është hadithi Aliut radhiyallahu an, përmendet se njëri mukateb, do ta marrim më vonë, domethënë gjatë shpjegimit se ç'është ky mukateb, ç'është ky term që nën kupton fe. U ardhi tek Aliu radhiyallahu an edhe ju ka anku se s'po mundet me ia kthy borxhin, do të atij zotrisë ti, ka thënë fa'inni, andaj ka thënë ndihmom. Aliu radhiyallahu an ka thënë ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A don me të mësu disa fjalë që mu mi ka mësu pejgamberi i Allahu sallallahu alaihi wasallam, law kana alayka mathalu jabalin sabirin daynan addahu Allahu ank. Që edhe nëse ki borx sa mali sabir, i mali madh dikun atje se i dhesën nga dishulli arabik, thot Allahu ta shlyn atë borx. Thot thuaj Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu, i cili e vlerëson si hasan, e poshtë hadithin e kanë saktuar një numër i madh i dietarëve, në mesin e tyre Ibn Hajeri, po ashtu Mundhiriu, Imam Suyutiu, po ashtu edhe prej bashkëorëve Sheikh Albani rahimahumullah. Pra këtë hadith po përmendet se u ardhi një njeri mukateb tek Aliu radhiyallahu an. Çka është ky mukateb? Vëllazër, mukateb është personi i cili është sklav, edhe është rob, edhe don me e ble lirinë e vet. Don me e heq, domethënë sklavrinë nga vetja në këmbim të disa të hollave që e jep zotrisë tina. Por jo dikush me e liru, ky don do të çka me e liru veten. Edhe kështu merret vesh me zotrinë e tij. Që për një periudhë caktuar, do merren vesh se sa duhet me pagu ky nëse don me e liru veten, edhe me arrit atë lirin, merren vesh për shumën, pastaj merren vesh edhe për periudhën se kur duhet me e kthy atë shumë. Edhe zotria ja mundson do thotë që ai me e la këtë borx me këste, thon me rata. E tash ky njeri, siç duket s'ka mujt vëzër, është marrë vesh me zotrinë e tij që mu liru nga sklavria në këtë formë, mirë po s'ka mujt, do thonë s'ka me punu edhe me fitu të holla që mi ia kthy, domethënë zotrisë ti ato të holla edhe me e liru veten. Edhe u ardhi tek Aliu radhiyallahu anhu dhe po i ankohet. Po i thot fa'inni, ndihmom. Thot ose i ka lyp ndihmë do thot përmes të hollave me ndihmu, ose ka kërku këshill se çka me vepru. Siç duket kjo ka ndodhur kur Aliu radhiyallahu anhu ka qenë halife i muslimanëve. Shkon fillimisht do të më ditë se këta persona që janë mukatebin, do që e kërkojnë lirin apo kërkohet fetarisht që mi liru nga sklavria, ju takon hisja nga zakati. Pra nga arka e shtetit islam, ju takon hisja që me i liru. E dini ajetin atë në surën e Tawbe, kur i kallëzon Allahu i tregon kategoritë atyre që e meritojnë zakatin. Mesin e tyre thotë wa fir riqab, edhe për lirimin e sklavërve. Pa ju takon bën çka një hisë. Po ashtu vëllezër thotë Allahu për ta wa atuhum, surën an-Nur, wa atuhum min mali Allahi alladhi atakum. Jepjoni nga pasuria e Allahut që ai jau ka jep juve. Edhe mundsojon do të thotë që ata me arrit lirin, edhe mu liru nga sklavria, do thotë nga arka shtetërore e shtetit islam. Ky urdhër vëllezër, si thonë dietarët, i drejtohet atij prisit shtetit, po ashtu i drejtohet të pasurve, kush ka mundësi do të çka më ndihmu, edhe më mundsu do të që ata me arrit lirin, po ashtu ju drejtohet edhe zotrive tyne. Në atë kohë kur ka qenë sklavria, po që nganjëherë u tregu ma tolerant edhe disa këste çka më u fal, në mënyrë që ata me arrit lirin. Si do që dhe zërë këtu, kjo njeri u ardhe dhe u ankute Aliu radhiyallahu an për këtë borx, tash s'po mundet me ia kthy zotristi. Edhe Aliu po e orienton drejt një lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe po i thotë se edhe nëse ki borx, sa një mal i madh atje, nga dishulli arabik, thotë Allahu komë ta la atë borx, edhe komë ta shly atë borx. Por shkon dhe zërë fjalit pakta që secili prej neve mundet me mësu përmendsh. Po i thotë thuaj Allahumma kfini bi halalika an haramik.
Po i tregon fillimisht se këto fjalët më ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot lutë Allahun edhe thuaj Allahumma kfini bi halalika an harami. O Allah, më bëj që unë të mjaftohem me halal, që të mos kem nevojë për haram. Do thot mjafton me atë që ti e ke bë halal o Allah, në mënyrë që unë të mos anoj ka haram. Pastaj thot wa aghnini bi fadlika amman siwak. Edhe me mirësinë që ti ma jep mua, begatit, rizkun, khairin, mirësinë, këto që më jep, bënum që këto më mjaftu. Edhe unë mu mjaftu vetëm me ty, Allah, që mos me pas nevojë për dikon tjetër përveç teje. Shka prej krijesave tua. Mos më drejtu kërkuj tjetër përveç teje, o Allah. Shkon se kjo t'jep me kuptu edhe të edukon se si duhet me kanë vëllezër besimtarë. A kemi marrë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku sahabit që me kanë krenar. Edhe mos më ushtri dorën njerëzve, nevojë pa nevojë. Madje ka pas u ka një grup mesin e sahabive vëllezër që pejgamberi alayhis salam ja u ka marr besën që mos më i pyet njerëzit kurrë. Mos më kërku kurrë për njerëzit. Disa prej tyre jo gjithë. Edhe ja kanë jep besën. Edhe kështu kanë jetu derisa kanë vdekur. Saqë përmendën se ka pas prej tyre që kur ka qenë në kafshë udhimit i ka ra ai, ka mgjiku poshtë, nuk i ka thënë dikujt na ama, ka zbritë e ka marrë dhe e ka vazhduar pasaj rrugtimin. Por s'ka kërku kurrë prej njerëzve. Shtatë dietar thonë istaghni amman shi'ta takun nadhirahu. Bëhu i pavarur nga njerëzit, aq sa mundesh. Edhe ki me kanë njëjtë sikur ta. Thot wa ahsin ila man shi'ta takun amiru. Bëni u mirë njerëzve, ki me udhëheq. Thot wahtaj ila man shi'ta takun asiru. Jemi ftjashliç dhe me nevojtar për njerëzit, mirë po dije se ki mu bë rob i tyre. Kanë me të robru do dhe shka me të mirat që ata t'i dhajnë. Dhe pra nevoja që e ki për njerëzit, pa tjetër të shkakton çka në nëshmim, edhe në nështrim, pa tjetër. Mirë po, shkon dhe zëtë, Allahu i ka kriju njerëzit në mënyrë që me pas nevojë njani për tjetër. S'kan mundësi do në pavarësu nga njani tjetër. Mirë po, qëllimi vëllezër që njeriu mos me e ba këta shprehi. Thonë çka vazhdimisht me shfaq nevojën e tij, varfrinë e tij, edhe më shtë nevojtarë shfaq ta para njerëzve edhe kërkon prej tyre, edhe i shpeshton kërkesat, pa ndonjë domosdoshmëri apo nevojë shumë të madhe. Por qëllimi vëllezër që njeri është me i marrë shkaqet, vetë ti me punu. Thotë pejgamberi el yedu al ulya khairun min al yadi sufla. Dora që jep është më e mirë se dora që merr. Pra me pas krenari ti si musliman, me i marrë shkaqet me punu vetë, pastaj më mbështet Allahu subhanahu wa taala. Edhe me shpresu vetëm në Allahun subhanahu wa taala, me kërku ndihmë vetëm prej tij. Ta shikoni këtë dua, pejgamberi alayhis salam po na tregon se kjo dua është shkak që Allahu me ta la borxhin. Siç e ka mësuar Aliun radhiyallahu anhu, pastaj Aliu radhiyallahu anhu e ka mësuar këtë njeri që ka kërkuar se me arrit lirinë e tij. Mirë po vëllezër, shikoni, kjo është vetëm shkak. Pra duaja është vetëm shkak. Si çdo gjë tjetër që Allahu subhanahu wa taala ka kriju si shkak për me arrit deri tek një synim i caktuar. Madje duaja vëllezër është prej shkaqeve më të rëndësishme. Mirë po, a do thotë kjo që njeri veç me bë këtë dua edhe automatikisht lahet borxhi? Jo. Kështu nuk duhet me e kuptu. Kjo është keq kuptim, më çka i teksteve fetare. Pa tjetër, krahas duas, lutjes Allahut, mbështetjes në Allahun, duhet me i marrë shkaqet. Nuk ka ndryshë. Se Allahu e ka kriju jetën asisoj. Nuk mundesh me fitu, nuk mundesh me arrit deri te kollat nëse çka nuk mundohesh. Nuk lodhesh. Ose pra qielli, si ishte Omeri radhiyallahu an, ju ka thënë disave që i ka pa duke nejt, e pa punu, thot inna samaa la tuntiru dhahaban wala fidda. Çu nuk ka thënë punoni se qielli nuk pik as ari as argjend. Omeri radhiyallahu an ju ka thënë kështu. Pra nuk duhet me thënë njëri mund veç po e them këtë lutje, po e them këtë dhikr, edhe po rri pastaj në shtëpi, edhe po pres që Allahu subhanahu wa taala mu mala borxhin. Jo. Mirë po, i merr ti shkaqet që janë halal, mundohesh, mbështetesh në Allahun subhanahu wa taala, e thu këtë lutje apo lutje tjera që janë ardh, pastaj Allahu t'i leson. Për shkak se ti ke marrë shkaqet ashtu siç e urdhëru. Edhe vren se Allahu të hap dyert mirësisë, të hap dyert rrezikut, prej ngangu nuk e pret fare.
Pse Allahu vëllezër është kelkerin, pra është bujar, është fisnik, është i mëshirshëm, është i butë me robërit e vet. E kur të vren te këti, se ti do të thotë çka je i vërtet, je i sinqert, edhe po don mi au kthy borxhin njerëzve, po mundohesh, në jetën e kit mirë, Allahu ndihmon. Mirë, po Allahu na nëse vren Allahu te këtë të kundërtën. Vren jo sinqeritet, vren se ti çka veç po lun me pasuritë e njerëzve, po don me i dëmtu njerëzit. A në familje se ki gali do thotë çka veç don me marr prej tyre, atëherë kjo është shenjë e shkatrimit. Kështu kanë hadithët. Kush merr borxh thotë janë sa që edhe një jetë ka që mi au kthy thotë Allahu i ndihmon. Mirë, po thotë kush merr borxh veç ashtu do thotë çka më shpenzu pasuritë e njerëzve, thotë Allahu më shkatrua atë njerëz. Kjo është vëllezër sa i përket këtij hadithi. Hadithi tjetër që ka përmend për shlyrjen e borxheve është duaja që transmeton Enesi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë pejgamberi sa me kalut Allahun me këto fjalë: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. O Allah, më ruaj nga brengat dhe pikëllimet, wal ajzi wal kasal, nga paaftësia edhe dëmbelia, wal jubni wal bukhl, nga jotrimëria edhe kopracia, wa dhala'i dayn wa ghalabati ar-rijal, nga rendimi i borxheve, pra grumbullimi i borxheve, edhe nga nënshtrimi që njerëzit ma bajnë mu, pra mposhtja, nënshtrimi edhe nënçmimi. Këtë hadith dhe nëse ju kujtohet, e kemi marr, hadith është numër 121 këtë libër, atje tek lutjet që i themi që Allah me t'i largu brengat edhe pikëllimet. Pra kemi sqaruar edhe kemi shtjellu detajisht kuptimin. Ajo çka ka të bëjë me temën e sotit është po thotë wadhala iddain. Mruju Allah nga rëndimi, rëndesa e borxheve. Kjo do padyshim që borxhi e rëndon njerin. Pa të shtetson, shtin ankth, edhe në shqetësim edhe në stres. Edhe gjumi njeri që kemi thënë nuk mundet me e basi gjumë rahat, von është në shqetësim të vazhdueshëm. Ata vëllezër njeri i logjikshëm, muslimani i mirëfill, nuk duhet me rëndu veten me borxhe pa nevojë. Sa ka në hadith vëllezër, pejgamberi sa më ka thënë, mos e friksoni veten. Mos i futni vetit tut edhe frikë, thot mos e që Allahu ju ka bërë sigurt edhe të qetë. Më ka thënë qysh i dërguami i Allahut, ka thënë duke u zhyt në borxhe. Po ashtu po janë sa vëllezër shumë shpesh e kanë një sahabi duke lutur Allahun që me rujt prej borxhit. Kur kanë vetë pse, ka thënë se kur njeri merr borxh flet edhe rën. Premton edhe nuk e mban çka premtimi. Këta e vren vëllezër mban edhe në përditshmëri të ka thënë njerëz. Po thot wa ghalabati ar-rijal. Rumo Allah nga rëndesa e borxheve edhe nga mposhtja që ma bajnë burrat edhe njerëzit. Do thot pa marr parasysh që ajo nënshtrimi edhe mposhtja dominimi që ta bajnë, a është për shkak të borxhit? Pra se ai ka me hak, do të thonë kërkon për i teje që ti më ja kthy borxhin, edhe më ja la borxhin, apo është pa hak? Më lloj zullumi, pa drejtësie që njerëz mundën me ta bëjnë. Pra për gjitha këtyre ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj për vëllezër, kjo është el-isti'adha. Kjo është kërkim mbrojtje prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe është mirë këtë lutje vëllezër që besimtari me e than vazhdimisht. Edhe nëse nuk ka borxh. Edhe nëse nuk ka borxh. Thuaj këtë lutje vazhdimisht që Allahu më të ruaj. Se askush nuk mundet vëllezër me kanë mundi i sigurt nga vetja vet. Veçanti në kohën që po jetojmë. Kur arritja deri tek borxhi, kur themi borxhi tash domosdoshmë shfash në mënyrë tjetër e dhënies borxhit që është borxhi i kamatarisë Allahut. Borxhi i kamatës është bashka shumë e lehtë. Mirë, duhet me kuptu vëllezër se Allahu në Kur'an thotë: "Yamhaqullahu ar-riba." Allahu e zhvlerëson, e shkatron çdo të mirë, çdo dobi e cila është në kamat. Pastaj duhet me kuptu mirë ta se nuk është qëllimi sa po i shton ti të mirat materiale, sa po ki parë dhe të holla ma shumë. Tas na si musliman duhet me kuptua, duhet me pas qartë. Qëllimi është sa po ki bereqet, qatë pasuri që ta ka qua Allahu subhanahu wa ta'ala, sa po është ajo e dobishme për ty. Në moment që ti zhytër në kësi borxhet, kamataris, atër dije se aty s'ka bereqet. Shtu po dhëtë Allahu, yamhaqullahu ar-riba, Allahu e zhvlerëson, çdo hajër, çdo të mirë, çdo bereqet që është në kamat. Qoftë këtë botë, qoftë në botën tjetër. Çfarë vëllezër njerëzit vënë se pastaj s'kan bereqet në pasuritë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do sidomos kohën që po jetojmë, është shumë e nevojshme, edhe domosdoshme që na si muslimanë me e than vazhdimisht këtë lutje. Se tash, sidomos tonë për banka vëllezër. Janë shfaqur domethënë lloj-lloj metode. Bajnë lloj-lloj planifikimi. Në mënyrë që me arrit deri tek
pasuritë e njerëzve. Edhe mi ja u marr ato përmes borxheve në cilën i futin njerëzve. Me lloj-lloj metoda, me lloj-lloj mashtrime, me lloj-lloj metoda tërheqëse. Që në to ndoshta nganjëherë mundet me ra edhe njeri i cili s'ka e ka kogja frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe mundohet më ruan fenë e tij. Mi po bjen prej e këtyre mashtrimeve edhe lojrave të tyre. Edhe pastaj kështu fillojnë edhe grumbullohen borxhet njerin, edhe futen këto gjëra pas. Mirë po, janë disa njerëz edhe nuk e kanë fort gajle. Nuk e kanë fort gajle. Qëllimi është ai me arrit, domethënë ato të çastit. Që dëshiron për gjanave materiale të jetës kësaj bote. Mirë po, nuk mendon se çka e pret në të ardhmen. Mendon veç për ato të holla në kur i fund xhep, nuk mendon se të ardhmen ato duhet më i kthyj çka shumë fish më shumë. Edhe me i kthyj më jove si ke hini haram, një gjuna për gjunave të mëdha dhe shkatruese. Kur ka thënë pejgamberi sa më të mënaje, niveli më i ulti kamatës është sa njeri me bazë në anën e vet. Krahasoj e ke dëmtu fort më dhan buxhetin ton. Ke ran haram e ke zemru Allahun, e ke hidhur Allahun, mirë pa dhe kimi i kthy shumë fish ato të holla. Andaj lëzë pra çështja e borxhit nuk është e lehtë. Na e vrem se njerëzit sot ditë sotit tregon shumë të kujdesen këta. Edhe krejt ajo Allahu alem çka i shtim vëllezër me ran këto gjana është imitimi i njëri tjetrit. Për shembull, shet tjetrin se ka bë diçka, ka ble diçka edhe ky dëshiron me basi kuraj. Pastaj von xhepi që e ka nuk janë mbulon atë. Edhe futet pastaj në borxh, futet në kamat. Shallëzë muslimani duhet me kanë i zgjut, mos më mundu do me përfitu ose me sjell gjana në shpitane që nuk përputhen me xhepin ton. Po pas kujdes. Jo me sjell në shpitane gjana që të shterojnë xhepin edhe kuletën e pastaj detyrojnë që ti me hin borxhe edhe me Allahu na rujt edhe në përkamata ndryshme. Merr aq sa janë në përputhje me gjendin cilën je. Mënyrë që mos me pas nevojë pastaj për borxhe e pastaj me të kapsh qetësim, brengë dhe pikëllim, i cili nuk ndahet domthonë natën edhe ditën Allahu na. Zë dim rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka fal xhenazën i sahabijut i cili ka pas borxh. Edhe nuk ja ka kthy atij Zotit borxhit. Sa i ka pas borxh 2 dinar, do të thonë vetë 2 dinar, 2 monedha të arit po. Ju ka thënë tjerë faljani ju xhenazën. Ka dash ta me përdor si mjet edukimi, që borxhi nuk është diçka e lehtë. Pirë kjo është sa i përket kësaj temës të borxhit, pastaj autori rahimahullah e sjell një temë tjetër thotë duau man istas'aba alayhi amr. Lutja që e thot njeriu kur i vështirësohen çështjet. E këtu do të na sjell një hadith, është hadithi që e transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu an, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, e ka lutur Allahun duke thënë: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. O Allah, nuk ka gjë të lehtë përveç asaj që ti o Allah e bën të lehtë. Wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Dhe ti i vetëm i ti o Allah që atë që është e vështirë edhe e rënd, e shndron edhe e bën të lehtë. Këtë hadith vëzër transmeton Ibn Hibani, poshtë Ibn Sunni, edhe Ibn Hajeri, poshtë dhe Sheikh Albani rahimahullah e saktsojnë hadithin. Pra hadith është i saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra es-sahl, kjo është dua. Dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më na tregu se gjërat janë të lehta dhe mundesh me i vepru ato me arritë këto veç nëse Allahu ta mundson. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. O Allah, nuk ka kur gjë të lehtë përveç asaj që ti e ke bën të lehtë. Por nuk mundet diçka me kanë e lehtë vëllazër nëse Allah nuk e bën të lehtë. Wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Edhe po na tregon se edhe në disa gjëra nëse në natyrën e tyre janë të vështira, janë të rënda, Allahu ka mundësi me i kthyë dhe me i bë të lehta për ty. Shpëndër në jetën tonë përballemi ka herë me shumë gjëra, edhe shumë rrethana, që në shikim të parë duket që është shumë e lehtë. Mirë po kur futen këto edhe përballesh me to, shndrohen gjëra shumë të rënda, lodhse edhe çka raskapice, që nuk të ka shku mendja fare që mundën marrë deri në atë nivel. Pse? Se Allahu s'ka dashur ka me t'i lesu. E kjo vëllezër për më na tregu, edhe më na eduku se ti si rob, si krijes, je shumë e dobët, edhe je rob i Allahut, edhe s'ki mundësi asesi, mu pavarësu prej Zotit ton, edhe prej krijuesit ton. Edhe më tregu se çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Shkon edhe prindrit, ka prind që ndoshta nuk kanë fëmijë, si furnizon Allahu me fëmijë një kohë gjatë, edhe dëshirojnë domethënë me ngulm, me pas fëmijë. Pastaj në moment që Allahu i furnizon me fëmijë,
Çaj fëmijë Allahu na ruaj të bëhat shkak se për mjerimin e tyre, dëshpërimin e tyre, ja u bën jetën çka skëterë dhe të mërë. Fëmijë. Mirë po në anën tjetër ka prind që kanë fëmijë të mirë, kanë fëmijë të butë, kanë fëmijë të sjellshëm të moralshëm. Çdo gjë është dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ka mundësi që ti e synon një punë diçka, duket në fillim shumë e vështirë, kur të futen çdo e vren se është shumë e lehtë. Apo ki punë, ki me pas punë me një person që natyrën e tij është shumë i rëndë, është shumë i vështirë. Mirë po kur futen në punë me ta e vren se Allahu çka e lehtëson. Edhe duket çështje të hapen ato, dyert e mbyllura edhe të lehtësohen çështjet këtë ndryshe nga ajo që të ka shkuar mend se mundet me kanë asisoj. Vëllazër, kjo është një lutje që na duhet me pas parasysh kur përballemi edhe me thënë këtë lutje vëllazër. Mi mbështet Allah të me thënë këtë lutje kur dojmë të përballemi me situata të rënda edhe të vështira. Mirë po jo vetëm kur përballemi, është mirë vëllazër me e thënë në çdo gjendje. Vazhdimisht me e thënë këtë lutje. Se siç thamë vëllazër, ti nganjëherë mendon se diçka është e lehtë, mirë po çka del krejt e kundërta, sepse Allahu vëllazër është ka krijuesi. Allah është ai i cili në dorën e tij është rregullimi, sistemimi i gjërave. Çdo gjë është në pushtetin, sundimin, dëshirën, vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Pa dëshiron me ndërmarr një punë, e cila të shqetëson, edhe mendon se në to ka vështirësi, apo ndoshta edhe frikohesh, atëherë thuaj këtë lutje. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. O Allah, s'ka kur gjë të lehtë përveç asaj që ti e bën të lehtë. Wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Edhe ti, o Allah, ata që është e vështirë edhe e rëndë, e shndron edhe e bën të lehtë. Shkon edhe dikush mund të thonë këtu s'ka lutje, këtu veç ky njeri po tregon për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala se i shndron gjërat ashtu siç ai dëshiron. Mirë po vëllazër, kjo është arabisht thuhet khabar, lajmërim, tregim. Mirë po në vetvete përmban çka lutje. Pra ti kur e thu këta, ti po tregon se çështja është ashtu. Bon çdo gjë është në dorë të Allahut. E lehtë është ajo që Allah e bën e lehtë, e vështirë është ajo që Allah e ka bërë çka të vështirë, edhe të vështirën mundet me e bë të lehtë. Mirë po, çka është kuptimi i kësaj? Në përmbajtje ti sikur po thu Allah, lehtëso mi xhana. Lehtëso mi xhana. Edhe ato që është e vështirë bëma çka të lehtë. Sa do të njëri për shembull kur dëshiron me marr ndaj udhtim, apo tash kur dëshiron ndoshta me hin ai provim, testim që është çka shumë i rëndë, apo është përballë një punë shumë të vështirë dhe të rëndë, thuje këtë lutje. Apo ki me hi me naj smundje, ki me marr ndaj trajtim, i cili për to ka nevojë në mos ka edhe kur të hin në trajtim mjekësor, në terapi, përballesh me dhimbje dhe vështirësi, thuje këtë lutje. Qoftë se si pacient që kemi hi në operacion, qoftë edhe mjeku musliman, i cili dëshiron me e ba dikon operacion, edhe operacioni është ka Iran, edhe nëse nuk është Iran, thuje këtë lutje. Allahu pastaj shka ti leson vëllazër. Edhe kemi vrejt se çështjet kanë me shku domethënë në këtë mënyrë të rrjedhshme edhe të lehtë. Shta vëllazër e vrejmë se dy persona për shembull nganjëherë e kryjnë njëjtën punë, përmballen me njëjtat rrethana. Edhe i pyet si ka lut, tjetri ta bën punën shka shumë të vështirë. Thot jam përballë me vështirësi shumë, ta jam përballë me lodhje, me raskapitje. Tjetri thot shumë mirë kum kalu. Nuk kam pas domosdoshmë diçka. Pse? Pse njëri t'ja ka lehtësuar Allahu dhe çka tjetrit nuk ja ka lehtësuar. Dhe vëllazër, njëri pra duhet më u kthy Allahu subhanahu wa taala, më u mbështet Allahu subhanahu wa taala, edhe më e ditë se asesi nuk mundesh më pavarësu prej Allahu subhanahu wa taala. Ky është vëllazër një dhikër pra që ka sjellë këtu autori apo një lutje. Pastaj tema tjetër vëllazër që ka sjellë, thot autori ma yaqulu wa yaf'alu man adhnaba dhanban. Çfarë do të thot edhe çfarë duhet veproj personi i cili bën gjuna. Vëllazër, e sjell pashtu një hadith nga Aliu radhiyallahu an, thot Aliu radhiyallahu an thot haddathani Abu Bakr radhiyallahu an, thot më ka tregu Abu Bakri radhiyallahu an, thot wa sadaqa Abu Bakr. Thot vërtetën e ka thënë Abu Bakri radhiyallahu an. Thot më ka thënë sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ma min rajulin yudhnibu dhanban. Nuk ka njeri musliman i cili e bën një gjuna, thumma yaqumu fayatatahhar, pastaj çohet edhe merr abdes, thumma yusalli, pastaj fal namaz, thumma yastaghfirillah, ose thumma yastaghfiru, pastaj kërkon falje prej Allahut, illa ghafara Allahu la, veç se Allahu kom ia fal atë gjuna që e ka bën. Thot pastaj e lexoj fjalën e Allahut, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Dhe ata të cilët kur bajnë ndonjë punë të ndytë, pa moralshme, apo i bajnë pa drejtësi vetes, e kujtojnë Allahun, fastaghfiru li dhunubihim, edhe më një herë kërkojnë falje për gjunahet e tyre,
Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush është ai që mund t'i falë gjunahet përveç Allahut, wa lam yusirru ala ma fa'alu. Irpodot Allahu shkon vëzër, nuk vazhdojnë atë gjunah që kanë bërë. Wa hum ya'lamun, duke qenë se e din pra se është gjunah edhe vepër e shëmtuar. Këtë hadith që transmeton Abu Davudi edhe Tirmidhiu, Sheikh Albani rahimahullah e ka saktësuar vëzër këtë hadith. Mir Aliu radhiyallahu anhu vëzën fillimisht kur para se me tregu këtë hadith ka thënë kuntu rajulan idha sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan nafa'ani Allahu minhu bima sha'a an yanfa'ni. Thot un kam qenë thot i tillë që po sa e kam dëgjuar një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka sjell Allahu shumë dobi prej tina. Për çfarë aspekti edhe domosht çka më një herë ka zbatuar, më një herë ka fut çka në praktik. Por nuk e ka lënë vetëm ata në teorike, me i shtu informatat edhe njohurit, mirë po më një herë çka e ka fut në praktik. Edhe thot për këtë arsye thot Allahu ka sjell shumë të mira. Pastaj thot wa haddathani Abu Bakr wa sadaqa Abu Bakr, thot Abu Bakri radhiyallahu anhu thot ma ka treguar një ditë një hadith, edhe të vërtetën thot e ka thënë, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Ma min rajulin, nuk ka rajul vëllezër është burr, nuk ka burr musliman, mirë po qëllimi vëllezër është tu, edhe gruaja edhe femra. Po qëllimi është nuk ka njeri musliman, qof mashkull ose femër, yudhnibu dhanban, i cili e bën një gjuna. Shkon vëllezër fjala gjuna ka ardhur në trajtën e pashume në kontekstin e kushtit, e kjo i përfshin gjitha gjunat. Pa më parasysh do të është gjuna i vogël, a është gjuna i madh. Yudhnibu dhanban, bën gjuna. Thot fayatatahhar, pastrohet. Wa në disa versione thot fayuhsinu at-tahur, merr abdes ashtu siç është më mire, duke mos lanë mango çka kur gjë. Von ashtu siç merr për namaz. Disa dietarë kanë thënë fayatatahhar, qëllimi është e lanë komplet çka trupin. Mirë po, ajo që duket që është më afër të saktës është se qëllimi është vetëm abdesi. Nuk ka nevojë me la trupin. Mirë po, merr vetëm abdes, se kanë ardhur versione të tjera fayatawadda, në mënyrë të qartë. Merr çka abdes. Mirë po qëllimi vëllezër çka merr, jo vetëm abdes ashtu shkelë shko, mirë po merr abdes në formën më të mirë, në trajtën më të mirë. Thot thumma yaqumu fayusalli, po thotë pejgamberi. Pastaj, masi që të merr abdes, çohet edhe falet. U an disa transmetime i fal 2 rekate namaz. Po shkon vëllezër po tregon pejgamberi që ky njeri nuk mjaftohet vetëm me abdes, mirë po krahas abdesit, po çka po çohet edhe po i fal 2 rekate. Pra kjo është kusht, domethënë abdesi, pastaj çka falja 2 rekate. A bën me fal më shumë se 2 rekate nuk prish punë. Mirë po kryesori është mos me lan çka më shumë se 2 rekate. Po thot thumma yastaghfirillah. Pastaj kërkon falje prej Allahut subhanahu wa taala. Thotë Allah fal ma këtë gjuna që e kam bërë. Çka është qëllimi vëllezër me këtë istighfar që po përmend këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thonë se qëllimi i istighfarit këtu është tauba, është çka pendimi. Don kur ti me zemër kthehesh me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Se vëllezër shkon istighfari, kur thotë astaghfirullah, është 2 llojesh. Po njeri kur bën istighfar, apo kur e bën një gjuna, edhe bën ndaj të keqe, nganjëherë thotë çka astaghfirullah, apo kur e shati dikon duke bën ndaj gjuna ose ndaj punë të keqe, i thuaj çka kërko falje prej Allahut. E të shkon këtu janë 2 lloje. Nuk mundet me kanë e treta. Ose është vetëm si dhikr që ti e thu, vetëm çka e lviz gjuhën ashtu edhe thu çka astaghfirullah, si lloj përmendje Allahu subhanahu wa taala, e kjo nuk është pendim vëllazër, kjo nuk është tauba. Madje ky istighfar joti ka nevojë për istighfar. Don se ti nuk po e bën këtë me zemër, mirë po bën çka veç me gjuhë. E istighfari që po përmendet në këtë hadith nuk është që ti veç me than me gjuhë astaghfirullah. Mirë po duhet me pas edhe tauba. Çka është tauba? Mu kthy te Allah. Po çka është mu kthy te Allah me zemër, do të fillimisht muni keq për atë gjuna që ke bën. Pejgamberi sa ka thënë an-nadamu tauba. Kur keqardhja që e ndin kur bën gjuna, kjo është pendim. Pastaj tjetra vëllazër me vendos që ma mos më u kthy kur atë gjuna. Treta është që më një herë më tërheq për atë gjuna. Mos më vazhdon to. Pastaj nëse i ke hin hak dikujt për krijesave, për njerëzve duhet me shku, më ja kompenzu atë dom që ja ke bë, ose më ja kërku spaku çka halalën edhe ai me ta bë halal. Pasi pra istighfari nganjëherë është tauba, pendes, nganjëherë nuk është. Por shkon vëzër ky fillimisht çka po thotë pejgamberi sa merr abdes, pastaj i fal 2 rekate namaz, po thotë thumma yastaghfirillah, pastaj kërkon falje prej Allahu subhanahu wa taala. Tash
a duhet me kërku falje, do të thonë brenda namazit apo jashtë namazit? Dy mendime këto kanë ardhur nga interpretime nga dietarët. Ajo që duket që është më afër saktë është që nuk prish punë. Po merr abdes, i fal 2 rekate namazit dhe kërkon falje prej Allahut, pa më parasysh a bën brenda namazit apo masi që ta përfundoj çka namazi nuk ka gal. Por ose e bën sejdë, ose e bën çka duan para dhënies selamit nuk prish punë. Ose masi që ta krysh namazin nuk ka gal. A kërkon falje, kryesori është diçka me kanë istighfar, me tauba. Jo vetëm istighfar i cili është lëvizje e gjuhës pa e ndjek ta zemra. Tash çka është shpërblimi për këta? Po thotë pejgamberi illa ghafara Allahu la. Veç se Allahu kom ia fal çat gjuna. Veç se Allahu kom ia fal çat gjuna. Pastaj thotë ka lexuar pejgamberi ajetin ose ka mundsi se këtu përmendet e lexoj ajetin ka mundsi që pejgamberi sa më ka lexuar ka mundsi që Ebu Bekri fjalën Allahut walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ata të cilët kur bën ai punë pa moralshme, pa hishme, apo i bajnë pa drejtësi vetes. Këto do të përfshihen që janë gjitha gjunahet e mëdha, gjunahet e vogla, dhakarullah. Më një herë ju shkon ndërmend Allahu subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dhunubihim. Edhe më një herë kërkojnë falje prej Allahu subhanahu wa taala. Kush janë vëllezër këta njerëz? Dietarët kanë pas mos pajtime. Ta që po i lavdron Allahu, kjo ajet ka ardhur në kontekstin e lavdrimit për besimtar. Disa kanë thënë këta janë pikërisht njerëzit e devotshëm. Se konteksti i ajeteve është i tillë që Allahu i lavdron njerëzit e devotshëm. Fillimisht thot Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ngutuni nxitoni drejt faljes gjunave nga Zoti juaj. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Edhe drejt xhenetit, gjerësia e cilit është sa qetë dhe toka, i cili është përgatit për të devotshmit. Pastaj Allah i përmend disa cilësi, kush janë këta devotshëm. Në fund thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ata cilët kur bajnë punë jo të hishme, pa moralshme, edhe gjunahe, i bajnë pa drejtësi vetes, e kujtojnë Allahun edhe më një herë çka kërkojnë falje. Kështu që disa dietarë kanë thënë, edhe ky është mendimi më i afërt, që qëllimi është për njerëz të devotshëm. Jo se Allahu po flet çka për dikon tjetër. Kjo vëllazër më na bë me dije se sado që njeri e ka frikë Allahun subhanahu wa taala, sado që njeri është i devotshëm, patjetër ki me pas lëshime, patjetër ki me pas çka gjuna, patjetër ki me pas mosbindje ndaj Allahut edhe rshitje. Mirë po, cila është gjendja vëllazër? Gjendja këtyre njerëzve shkon po thot Allah dhakarullah, më herë i shkon ndërmend Allahu, edhe më herë pendohen, edhe kërkojnë falje. Pra nuk vazhdojnë atë gjuna. Shtauzën në një ajet tjetër në surën Al-Araf, Allahu thot, kur tregon gjendjen e këtyre njerëzve, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkarun. Ata që e kanë frikë Allahun, ata që janë devotshëm, kur i prek, i ngus ndaj cytje nga shejtani, edhe i bën me ran gjuna, thot Allahu tadhakkaru, i thrasin mendjes, i kujtojnë. E kujtojnë Allahun. Thot fe idahum mubsirun. Edhe më njëherë qartësohet, domethënë haku. Qartësohet se është punë e dytë, punë gjuna duhet mu largu prej saj. Shkon dhe domethënë çat, po e çon Allahu këta taif më vetë prekje. Me kallëzu se këta janë njerëz që domethënë nuk vazhdojnë këto gjëra. Mirë, po patjetër nga njerëz shejtani çka të nguc, edhe të bën me rangsi, rrshitje. Pastaj ajeti thot Allahu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghay thumma la yukhsirun. Me po vëllezërit e shejtanëve, këta thot që shejtan ta i kanë vllazën, thot Allahu yamuddunahum fil ghay. I bajnë që me ra mu zhyt sa më shumë gjëna, edhe më rshit sa më shumë. Edhe nuk e kanë ngalë, nuk i thrasin pastaj mendjes edhe mu kthy. Thumma la yukhsirun, pastaj nuk kthehen me pendim te Allahu subhanahu wa taala, vazhdojnë atë gjendje Allahu na ruajt në sherr, në fesad, në gjana të këqija, në gjunahe derisa t'ju vjen vdekja Allahun. Mirë po ehlut taqwa, këta që e kanë frikë Allahun, këta që janë devotshëm, në moment që ju ndodh ndaj rshitje, ndaj gjuna, atëherë më një herë po thot Allahu dhakarullah. Më një herë e kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Çfarë do thotë e kujtojnë Allahun? E kujtojnë madhështinë e Allahut. E kujtojnë se kujna i kanë bë gjuna. Qysh kanë dhënë fillojnë e çortojnë veten, qysh kanë mundësi domethënë me ran këtë gjendje. Kur ai të kanë mbulu me të mira, me begati, e ti me i shkel domethënë urdhrat e tij, edhe mos mi kry obligimet e tij. E kujtojnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala, e kujtojnë xhehenamin, e kujtojnë kërcënimin e tij subhanahu wa taala. Gjitha këto. Apo sipas disa dietarëve e kujtojnë Allahun çka edhe me gjuhë, edhe me zemër, domethënë që është kujtim i gjuhës me cilin bashkëvepron edhe zemra. Pra qëllimi vëllezër se këta njerëz
zemrat i kanë gjallë. Nuk janë shkujdese, nuk janë përgjumje. Siç është gjendja atyre që po thotë Allahu e ikhwanuhum vëllezërve të shejtanëve, që vazhdojnë domethënë ashtu në gjendje dehjes derisa të vjen vdekja. Pra besimtari dallon, pa ne ka zemrën e zgjut, zemrën e gjallë. Në moment që i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala, në moment që rrshet, më një herë çka kthillet. Nuk e lejon domethënë çka veten me kapluaj gjumi i thellë. Edhe e din se domethënë i ka rshit kama. E din se ka bërë gjunah dhe më një herë kthehet, thotë Allah fastaghfiru li dhunubi. Më një herë kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Edhe ndihet keq, edhe kërkon falje, kthehet me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Thotë Allah wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Kush është ai që mundet me I fal gjunahet përveç Allahut? Do të thonë përgjigjja është askush. Do këtë mundësi e ka vetëm Allahu subhanahu wa taala. Vazhdimi I ajetit thotë Allahu wa lam yusirru ala ma fa'alu. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Thotë nuk vazhdojnë ata që e kanë bërë. Kjo është qartësimi I këtij hadithi, qartësim. Nuk është qëllimi vëllezër që njeri thotë hajtë unë e bëj një gjuna, edhe si ta bëj gjunahun unë e çohna, marr abdes, I fali 2 rekate, kërkoj falje, edhe Allahu ma fal atë gjuna. Nuk është çështja vëllezër ka çelë. Se Allah po thotë wa lam yusirru, nuk vazhdojnë atë gjuna. Nuk vazhdojnë. Në moment vëllezër që ti vazhdon gjuna, në moment që ti e braktis pendimin, kjo është shenjë që don çat pendimin ton ka defekt. Edhe del jashtë këtij përshkrimi I tyre njerëzve që Allahu ja ka bën këtë ajet. Se Allah këtu I ka përmend disa gjëra. Kërkimin e faljes po, mi po shikon vetë po thotë walam yusirru ala ma fa'alu, nuk vazhdojnë atë gjuna. Tërhiqen, domethënë qëllimi vëllezër çka se ti ai kur të bën gjunahun, ma nuk e ka në zemër në jetën që posa të jepet mundësia edhe një herë mi u kthy çka aty gjuna. Se ky nuk është pendim I sinqert. Ky është pendim domosdoshmë si thënë që ka nevojë për istighfar. Po thotë wa hum ya'lamun, nuk vazhdojnë duke qenë se e dinë. Çfarë do të thonë kjo se e dinë, vëllazër, e dinë domosdoshmë shëmtinë e atij gjunah që kanë. E dinë se është gjunah. Është mosbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dinë se çfarë pasoja I pret nëse ata vazhdojnë edhe këmbgulin gjunahe. Pa wa hum ya'lamun, nuk vazhdojnë gjunah duke e ditë se është gjunah vëllazër. Se njëri ka në herë mundësi që ka me vazhduar në gjana të liga, me bën ai gjë nuk e di që është gjunah. Nuk e din. Ky njeri do të arsyetohet në disa raste të caktuara. Mirë po, kur e din që është gjuna, po thotë Allahu hum ya'lamun, do nuk vazhdojnë gjuna duke e ditë se ajo është gjuna ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë se kjo hadith po na I tregon këto edukata madhështore që njeri duhet me I vepru. Në mesin e kur bën gjuna, në mesin e tyre është se pra është e pëlqyeshme që me marr abdes, pastaj me fal namaz, edhe me pendu sinqerisht te Allahu subhanahu wa taala. Dhe na po ndalem këtu duke lutur Allahun subhanahu wa taala na sjell dobi ma të dëgjojmë. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.